shumë për njerëzve folën rreth asajna se pse Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar me ninu Ramadanin. Pse Allahu xhelala ka bë këtë urdhën që muslimanët e njerëzit me ninu Ramadanin. Shumë për tyne folën rreth asajna, do për shkak për tyne thonë edhe mundohen me shpjegu agjerimin edhe dobitë e agjërimit në kaona mjekësore. Domethënë me duhet me ninu Ramadanin se e ka këta edhe këtë dobi Ramadanin qoftë se ninan. Do për tyne për shkak thonë se Ramadanin duhet me ninu, por me mujt muslimant të cilët ninojnë me jau besu fukarave. Këto këtë janë do për thanjeve që në thanë rreth asajna sepse do të me ninu muslimant Ramadanin. Ajo që po du me thanë sonë të me lejen Allah Gjellala, lusëm Allah subhanahu taala të me lecaj, se ajo argumenti ose gjaja për të cilën muslimant duhet me ninu Ramadanin nuk mundet me kanë diçka që muslimant e kanë pa tek në këtë kohën kur rënojmë na. Do më thonë, nëse thu ti që muslimant i kanë këto dhe këto dobi për agjerimit, për shkak se shkenca sot e ka vërtetu, atëre bjen që muslimant përpara e kanë ninu Ramadanin edhe nuk i kanë ditë se për ninojnë Ramadanin. Ose nëse thu që muslimant duhet me ninu Ramadanin, por me ja besu fukaras. Me këta në ashtë të këshme mujtë mu pajtu. Mirë po vjen pyetja, atëre ai fukaraja, por kanë me ninu. Do më thonë, kujna do me ja besu ai fukaraja, i cili e ninon Ramadanin. E këtë to janë argumente me të cilat njerëzit, do më thonë, ose thanje me të cilat njerëzit e janë në marë, mirë pa e që ka është kryesorja, është se Ramadani duhet më ninu, por ata që ka Allah subhanahu taala na ka mësua dhe ata që ka Allah Gjellala na ka thonë, do më po mënomi, ka dale me hintim me lejen Allah Gjellala, lusëm Allah subhanahu taala me në lecu, edhe me në mundësu me thonë ata që ka është herë për neve. Nështë atë zgatet pak si tim, mirë po, thot Allah Gjellala, e fa khasibtum, në të dëkhulu l'gjennete, wa lemma ja'lem illahu alladhina jahadu minkum, wa ja'lem as-sabirin, ma na menut me hin gjenet, për të se Allah e din cilën të në ata që kanë bo gjihad për hirtë Allah Gjellala, wa ja'lem as-sabirin, edhe i din ata që kanë bo sabër, të manë muslimant duhet më njof me sabër, edhe kur dojnë me mësu, edhe kur dojnë me ngu, edhe kur dojnë me fol, duhet me kanë sabërlim e lejen Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Allah Gjellala, e me këta po fillojnë domhan temën tonë, thot Allah Gjellala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا do të adhurojnë رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Allahun e kësaj shtëpie, domthon Allahun e Qabës. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي cilin Allah الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahun i cili i ka dhanë me hangër edhe i ka ushqy pejuris. Domthon Allahun i cili i ka ushqy njerëzit kur në kanund. Kjo është një pej gjanave që Allah subhanahu taala e ka përmend shumë shpesh në librin e tina, edhe nëse i këshyër historitë të rasulve, kime pa që ushqimi është një pej dhanave të Allah Gjellala, që Allah subhanahu taala don që robët e tina kur mos me harrum, edhe kur mos me hek për mene, që ushqimi e ka vlerën e vetë në dinin e Allahut subhanahu taala. Është një hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabëve ja ka dhënë një hedije Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja ka dhënë një dash hedije. Edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar familjen e vet me pjek. Edhe kur i ka pjek, i ka thirr sahabët, edhe ju ka thonë më grumbullu rrethina, edhe kanë hangër këtë dash në vakt salat e duha, do të thonë në kohë të namazit duha, do të thonë që është mas lindjes diellit. Po mundi më marr me mend në çfarë kohë kanë hangër këtë dash. Ajo që ka bëna interesant neve është kur i mbledh sahabët me hangër, ushqu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në gojza, do të thonë ushqu në gojë, edhe ju ka thonë sahabët hani Bismillah, të manë hani në emër të Allahut, se vallahi, ka më arë një kohë, kur njerëzit kanë me hangër për të mira të Allahut, nuk kanë me përmen emrin e Allahut subhanahu taala kur të hanë.
Domthon ka marrë një kohë kur njerëzit kanë me hangër për të mira të Allahut, edhe nuk kanë me përmend emrin Allahu xhallahu ala kur thonë. Domethën kanë me harru me përmend Allahun kur thonë për të mira të Allahut xhallahu ala. Domethën kanë mos me ditë vlerën ushqimit, edhe nuk kanë me njoft si vlerë shumë të madhe ushqimin, përkundrazi kanë me fillu me njoft vlera ose kanë me fillu me vlerësu gjëra të tjera e jo ushqimin ose mos me dhënë hakin ushqimit, ashtu që është lyp Allahu xhallahu ala mu njoft ushqimi për muslimanëve. Për përmendën një hadith para se me fillu hala me ajetet, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që han ushqim edhe ka hangër ushqim edhe thot alhamdulillah alladhi at'amana, hamdi i takon Allahut i cili na ka ushqyer neve pa pas mundësina as pa pas fuqina me u furnizu. Domethënë Allahu është ai që na ka dhënë. Ka thonë Muhamedi alayhis salam, ai që thot kështu han ushqim edhe thot kështu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falën krejt gjinahet që i ka bo. Qa ka bo kërëp? Ka hangër ushqim. Edhe kur ka hangër ushqim, ka thonë hamdi i takon Allahut, i cili na ka dhënë neve me hangër, por duke pas parasysh që na s'ke mundësi me kriju ushqimin, për me kuptu hadithin ma qartë. Domthon kërëp ka hangër për të mira të Allahut xhallahu ala, edhe ka njoft mirësinë, niametin e të mira të Allahut xhallahu ala. Kur e ka njoft mirësinë e ushqimit, ka thonë Muhamedi alayhis salam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jo është në falë krejt gjinahet që i ka po për shkak të kojna, për shkak të asona që e ka njoft mirësinë ose niametin e ushqimit. Këto janë argumentet cilat i kena përmendur dhe do të përmendëm me lejen e Allahut xhallahu ala. Një prej argumenteve tjera që është shumë interesant, baba jon Ibrahimi alayhis salam, që thot Allahu xhallahu ala millata abikum Ibrahim, pasone dinin, miletin e babës tju Ibrahimit alayhis salam. Baba jon Ibrahim alayhis salam kur ka kallzu kush është Allahu xhallahu ala, kur ka dashur me kallzu njerëzve kush është Allahu xhallahu ala, i ka thonë alladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Allahu është ai i cili yut'imuni wa yasqin. Allahu i cili më jep me hangër dhe me pi. Allahu i cili më ka kriju edhe më ka formsu. Wa yut'imuni wa yasqin, edhe më shën mua dhe më jep me pi mua. Domthon kur Ibrahim alayhi salam u kallzon njerëzve kush është Allahu xhallahu ala përmes ushqimit, atëherë kush jem na mos me njoft vlerën e ushqimit. Domthon Ibrahim alayhis salam e përmend këtë qartës se kush është Allahu xhallahu ala. Domthon me këto kupton muslimani se çfarë vlere ka ushqimi. Do të dikush prej neve ka mundësi me thonë për lidh e nisëm me Ramadanin, jem të fol për ushqimin, po them edhe një herë basabër ki me kuptu në fund me lejen Allahu xhallahu ala ajo çka po dojmë me thonë. Për përmend edhe do ajete, thot Allahu xhallahu ala kur flet për ujin, kur flet për ushqimin, për shembull kur flet për ujin, Allahu subhanahu wa taala thot Allahu xhallahu ala waj'alna min al-ma kull shay'in hayy. Për ujit e kena bo gjithçka gjallë, gjithçka që ekziston që është e gjallë, e ka bo Allahu subhanahu wa taala sebeb të krijimit ujin. Thot Allahu xhallahu ala që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit ujin min as-sama fa askannahu fil ard. Ajeti parë e kena bo prej ujit gjithçka gjallë. Ajeti dytë që përmendëm na e kena zbrit ujin prej qiellit, fa askannahu fil ard. E kena bo të banushëm ujin në tokë. Domethënë kena thonë tokë ujit që to kemi najtë, që kjo është veni jëtë. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Edhe na kur dojna e hjekum ujin për tokës. Këtheve në herë. Allahu subhanahu wa taala kur thot që Allahu xhallahu ala është ai i cili e ka kriju për ujit gjithçka, edhe ai Allahu xhallahu ala është i cili e ka zbrit ujin, edhe kur dan mundet me hjek ujin, ai të kallzon që është ala kulli shay'in qadir, po gjithçka i fuqishëm. Domthon ai i cili ka bë pe ujit gjithçka gjallë, edhe të kallzon që kur duhet hjek ujin, po të kallzon që huwa ala kulli shay'in qadir, është për gjithçka i fuqishëm. Interesant është fakti kur Allah xhallahu ala përmend fronin e tina, që thot Allah xhallahu wa kana arshuhu ala al-ma. Fronin e tina, arshi Allah xhallahu ala al-ma, për mi ujë. Do me këto të kallzon që e ka fronin e tina për mi ujë. Domethënë e ka pushtetin e ujit, e ka ujin. Ai që e ka në pushtet ujin, ai
ai ka në pushtet insanin. Edhe insani nuk mundet me dalë pe pushtetit tina, ai I cili ka në dorë ujin. Kur të lexojnë Suratul Mulk, në Suratul Mulk, po kupton domethënë Suratul Mulk është surja e pushtetit. Suratul Mulk, surja e pushtetit. Edhe në çështat Allah xhallahu në përfundim surës Mulk, thot Allah xhallahu qul in asbaha ma'ukum ghawran fama ya'tikum bima'in ma'in. Thuaj nëse uji shterret, kush ka mundësi me ja upru juve ujin? Kush ka mundësi me ja upru juve ujin? Domthon qul huwa ar-Rahman, thuaj Rahman, tabaraka ismu rabbina al-azim, është ai I cili e zbret ujin. Do me këto të kallzon Allah xhallahu që Allah subhanallahu e ka në pushtet bukun edhe ka në pushtet ujin. Po dalëm pak për jashtë teme, kur të këshësh Dejjal, kur shfaqet Dejjalin, a dini me çka vjen vllazni? Domethënë Dejjalli shfaqet edhe don me I bin njerëzit që ai Dejjalli është Rabbul Alamin, Ta'ala Allah. Qëllimi I tij është me bind njerëzit që ai është Allahu. Kjo është e njohur në musliman. A dini me çka vjen akhi? Vjen, ka thonë Muhamedi alayhis salam, me një kodër me buk, edhe me një lom. Me një kodër me buk, edhe me një lom. Me buk, edhe me ujë. Por me çka? Por me u kallëzu që ai është Rabbul Alamin, ai duhet me I pas bukën edhe ujë. Duhet me pas ushqimin me I furnizu njerëzit. Por në ryshi nuk është Rabbul Alamin ai që nuk e ka në pushtet bukën, nuk e ka në pushtet bukën edhe ujin. Është një ajet thot Allah xhallahu ala kur flet për veten e tina, tabaraka ismu rabbina al-azim, thot yut'im wala yut'am. Allah është ai që ushqen njerëzit, nuk ushqehet Allah subhanahu wa ta'ala. Domthon Allah është ai që ushqen njerëzit. E nuk ushqehet Allah xhallahu ala. Domthon me çka? Me këto po të kallzon që robët e Allah xhallahu ala janë ata që ushqehen, edhe me këto I ka bëu Allah xhallahu ala rob. Kujtohet kur flet Allah xhallahu ala për Isa alayhis salam, e dini çka thonë njerëzit për Isa alayhis salam? Thonë ato që thuhet për Allahun xhallahu ala, ta'ala Allah. Kur don Allahu me ummuhu ato që thonë për Isën, edhe në gjyshat, wa ummuhu siddiqa, Isa nana tina alayhima salam, ummuhu siddiqa kana ya'kulan at-ta'am, kan hangër ushqim. Domethënë robët Allah xhallahu ala kanë hangër ushqim. Interesant është kur të lexosh historinë e Isës alayhis salam, edhe çka foli Isa, Isa alayhis salam ka thonë beve të Izraelit wa rasulan. Domthon u kanë rasul I beve të Izraelit, edhe ka thonë, kështu ka foli Isa alayhis salam. E formsoi pedheut ka hay'at at-tayr. E formsoi pedheut dhe e bajnë në formë shpazës. Fa anfukhu fi, edhe I fryj, fa yakunu at-tayran bi idhnillah. Bëhet shpaz. Kështu ka foli Isa alayhis salam. Domthon e formsoi dheun, e bajnë në formë shpazës, edhe I fryj, e bëhet shpaz me lejen e Allah xhallahu ala. I shëroi smutit, I shëroi ata që janë verbal. O khil mauta bi idhnillah, edhe ngjallit vdekurit me lejen e Allah xhallahu ala. Kur ka ardhur ushqimi, çu ka thonë vllazni? Ka thonë wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Edhe ju njoftoj juve çka hani, edhe çka ruani në shtëpiat e juve. Ju njoftoj juve çka hani, edhe çka ruani në shtëpiat e juve. Po I kthejmë edhe nërë, me përvazhdume që tempo, për shembull, me thonë e formsojnë pedheut, edhe I fryj, edhe bëhet shpaz, edhe e shëroi smutin, e ngjallet vdekurin, normalisht duhet me thonë, edhe e krijoi për juve për ushqimit. O unabbiukum bima ta'kulun. Ju njoftoj juve, ka shumë e lehtë, ju njoftoj juve çka hani, edhe çka pini, çka hani pe të mira të Allah xhallahu ala, dhe çka ruani pe të mira të Allah subhanallahu në shtëpiat e juve. Domthon kjo është për me të kallëzu Allah xhallahu ala që ushqimi, të hangrit edhe të pimit janë të Allahut subhanahu wa taala, nuk ka mundësi kur kush për robët Allah xhallahu ala me pas hisen ta. Para mendua, ja ju ar-rusul, kulu min at-tayyibat, ar-rusul alayhim salam. Hani pe të mira të Allah xhallahu ala. Wa amalu salihan, edhe punoni punë të mira. Pe urën e të para të Allah xhallahu ala që përmend librin e tina, ja ayuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. O njerëz, hani pe të mira që ju ka dhënë Allah xhallahu ala, edhe falenderoni Allahun xhallahu ala. Po përmend edhe një diçka dhe po kthehemi tani edhe një herë përfundimisht këto për me kuptuar ato çka po duhen me thonë deri tash. Kur tin banorët e xhenetit në xhenet, edhe kur tin banorët e xhenemit në xhenem, thot Allah xhallahu ala,
kanë me thonë banorët e xhenetit, banorët e xhenemit, kanë me thonë banorët e xhenemit, kanë me thonë banorëve të xhenetit, an afidu alejna min al-ma au mimma razaqakumullah, ana neve ujë, au mimma razaqakumullah, ose diçka pe atyne që ju ka furnizuar Allahu, pe të mira të xhenetit. Ko që kanë me thonë banorët e xhenetit, inna Allaha harramahuma ala al-kafirin. Allahu ka bë haram ujin edhe bukën për qafirat. Allahu e ka bë haram ujin edhe bukën për qafirat. Gjuhën e hadith, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që qohet sabah, ai që qohet në sabah, edhe kur qohet në sabah, është i shnosh në trupin e tina. Është i shnosh në trupin e tina. Aminun fi sirri, është i sigurt në vendin e tina ku është. Walahu qutu yawmi, edhe ai ka me hangër të ditën, është ky njeri i cili qohet në sabah, është i shnosh në trupin e tina, ka me hangër të ditën, edhe është i sigurt në vendin e tina. Ky njeri është sikur Allahu ka grumbullu të ai të mirat e dunjas, krejt çka janë i ka grumbullu te ky njeri. Pse? Për shkak të kujna, për shkak të sigurisë e të ushqimit. Falyabudu rabb hadha albayt, të adhurojnë Allahun në kësaj shtëpie, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, i ka dhënë hangër për ushqimit, kur në kontun edhe i ka siguru për frikës. Me këto krejt, që folëm dhe tashti, me këto krejt, tashti pe përfundojmë ato dhe Allah na lesoft, me këto krejt që thamë dhe tashti, po besoj që u bëha qartë për muslimant, që buka edhe ujt janë gjithçka për insanin. Buka edhe ujt janë gjithçka për insanin. Kur e kuptojmë këta, edhe vim tash te Ramadani, edhe don lyp Allahu xhallala pe muslimanëve, mo nal pe bukës edhe ujt. Ai i cili nalet pe bukës edhe pe ujt, ai që nalet pe bukës edhe ujt në Ramadan, ai është sikur është të i thonë Allah xhallala që unë kur e la bukën edhe ujin për ty, unë e baj gjithçka për ty. Argument e kum lan bukën edhe ujit për ty ja Rabbel Alamin. E kum lan bukën edhe ujit. E kum lan ujit që është gjithçka për mua. Edhe e kum lan bukën, cila është gjithçka për mua. E kum bëu kon, e kum bëu për Rabbul Alaminin. Edhe ja kum njoft mirësinë, e të mira të Allah xhallala, e kum njoft ushqimin. E me këto po besoj që po është e qartë është pak e shumë që muslimant duhet me njoft vlerën e ushqimit, edhe që Ramadani është një pjesë sebepeve të mëdha për me ta mundësua Allahu xhallala me njoft vlerën e ushqimit. Qysh se njeh vlerën e ushqimit kur ki nevojë për ta. Çka është përhap shumë të muslimant në kohët fundit, ke pa kur të minojnë, edhe zatet e vet e lodh, thotë jo, bile nuk peni hiç. Sa për bukë edhe për ujë nuk e kam gale. Sa për bukë edhe për ujë nuk e kam gale. E dini që shtuhen ata. Sa për bukë edhe për ujë nuk e kam gale. Ai njeri që thot kështu, ai nuk është i sinqert me vetveten e tina. Ose është të munum me thonë diçka që thuhet. Ose nuk është i sinqert, nuk është të thonë sinqert. Realiteti është që secili muslimani i cili ninon duhet me ni tuntit, duhet me një teshtit, të më thënë, është në tu edhe është shtu, kjo është normale në insanit, edhe duhet me pranu, që ju mund tu edhe që më shtu. Nëse se pranën që mund tu edhe që më shtu, e s'ka marrë vesh për Ramadanit këgja, duhet me pranu që ju mund tu edhe më shtu. Edhe kër e ka pranu këta, duhet me pranu që me ba me nanal Allah subhanahu wa taala, ushqimin edhe ujin, atëre shkatrimi jonë është shumë i afër. Për që ta, nëherë si këshill për fund, po them atë që hanë për të mira të Allah xhallala, le thojnë Allahu i takon hamdi, i cili na ka furnizuar neve pa pas mundësi as kudret as fuqi me më furnizuna për vetvetes tonë. Elusum Allahun xhallala më bëj qartë vlera e xherimit për secilin për neve. Elusum Allahun xhallala që më na bëj për atyre që njohim vlerën e ushqimit. Elusum Allahun xhallala më na bëj për atyre që i lexojmë ajetet që folën për ushqimin. Nëse i ktheheni librit Allah xhallala keni me gjetë argumente shumë mëdha rreth ushqimit, so që keni më befasu se çfarë vlerë të madhe ka ushqimi